E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të bërë një analizë pak më të detajuar dhe për të kuptuar përse Rogerti është duke e bërë të gjithë këtë gjëmën e madhe. Unë do ta quaj gjëmë të madhe për faktin sepse Rogerti është duke luajtur një mekanizëm. Tani, po t'i hapish gropën tjetrit ati byvet, a do t'haj buk kjo thënia sonte për Rogertin? Do thoni pse? Rrethi është shumë i ngushtë, do me thënë është Miri, është Mateo, është Rogerti, është Selina, është dhe Shëndriti. Por Shëndritin do ta heqim nga kombinimi, do të kemi Rogertin dhe Brikenën. Tani, diskriminimi femëror, ka qenë diskriminimi gjinor, ka qenë një temë që është përfolur shumë. Dhe si do t'ishte një shtëpi e Big Brotherit pa një vajzë nga Kosova, pa një përfaqësuese, do me thënë televizioni, Top Channel, këto gjëra i ka në shënjes tër, i ka këtë gjëra pikë të dobët. Dhe sonte duhet me patjetër të ketë një përfaqësuese nga Kosova. Por nëse është Brikena nga Kosova dhe Selin, dy vajza që të shtunën do shëndrisin me fustane, me bukuri, me momente glamur, do me thënë do tjetë një spektakl i papar me dukjen e tyre, atëherë i bie që Mateo, Rogerti, Miri, Shëndriti, njëri prej këtyre do të lërë shtëpinë, sepse në finale janë pretenduar për 4. Tani çfarë po bën? Rogerti ka dhënë një betim në veten e tij, por e shoh që ka edhe një lloj frike, domethënë thellë në vete, thotë që unë nuk mund të jem ndoshta në finale sepse Rogerti analizon që nuk jam prej në ditën e parë. Tani, unë mendoj që Rogerti ka bërë një debat të gjatë gjithë kohës me Brikenën për ta ngritur Brikenën në lojë, për ta fuqizuar Brikenën në lojë, që Brikena të viktimizohet jashtë, që për Brikenën të vija shqiptarëve dhe ta djegën Mateon, sepse Rogerti ka pas një betim të qartë. Unë do ta djeg Mateon në lojë. Në finale shkojmë ose unë ose Mateo. Do me thënë Rogerti këtë gjë e ka patur. Por unë mendoj që do të jetë e kundërta. Unë mendoj që produksioni e ka përdorur sa e ka përdorur Rogerti. Rogerti ka qenë një ndër banorët më arrogant, më me gjuhë të piset, ka patur qasjen më të ashpër me produksionin, qasjen më të keqe me produksionin. Dhe sonte produksioni mund të ketë bërë një analizë që tani më java e fundit do të jetë një javë surprizash, një javë qetësie, banorët do ta shijojnë, të kënaqen, do të argëtohen, produksioni ka për detyrë të përgatiten spektaklin e madh dhe ndoshta nuk u duhet më Rogerti në shtëpi dhe do ta nxjerrin Rogertin dhe do ta çojnë në finale bashkë Mateon dhe Brikenën, që në finale mund të shkon Mateo, Brikena, Miri, Selin. Domethënë kjo është analiza ime, sepse Rogerti është duke e bërë të pamundurën që të grintët me Brikenën, të viktimizoj jashtë Brikenën dhe ta nxjerrën Mateon sonte, por Brikena të shkon në finale. Si analizoni ju? Mund të del sonte Rogerti nga shtëpia?